Fillimisht ju falenderoj për durimin, për pritje. Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës posa kam mbyllur takimin e tij të punës. Mund të them një takim shembullor i cili ka diskutuar dhe ka miratuar raportin e kryesisë së LDK-s për zgjedhjet e përgjithshme dhe po ashtu me vullnetin e anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm ka diskutuar dhe kandidaturën për kryeministër. Për rezultatet dhe për punën e Këshillit jap fjalën së pari sekretarit të Përgjithshëm zotit Ismet. Të nderuar media, edhe unë ju përshëndes. Vërtet është kënaqësi me marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s. Një mbledhje pune, serioziteti dhe marrjesh vendimesh. T'ju them që pjesëmarrës nga anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm ishin 100 veta, duke i përfshi në këtë numër edhe 18 tjerë që janë kryetar degësh, deputet, kryetar komunash, e që nuk janë aktualisht anëtarë të Këshillit të Përgjithshëm, e që sipas statutit të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë të drejtë dhe marrin pjesë në punimet e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s. T'ju them atë që e tha kujtimi, Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s kishte në rand ditës raportin e punës së kryesisë qendrore të LDK-s për zgjedhjet lokale 2013 dhe përgatitjet gjithsesi në fjalën e kryetarit orientimet strategjike të Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e përgjithshme të këtij viti. Dhe t'ju them që anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm, Këshilli i Përgjithshëm me një vot abstenim dhe me 99 vota për miratuar raportin e punës së kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe për zgjedhjet lokale 2013 dhe orientimet strategjike të paraqitura nga kryetari Mustafa për zgjedhjet e përgjithshme të këtij viti. Po ashtu, gjatë debatit, nga 24 debatues ose ata që janë paraqitur për debat, 23 prej tyre saktësisht kanë kërkuar që në emër të degëve që sot Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës të nominon edhe kandidatin për kryeministër të Kosovës nga radhat e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe sigurisht që në fund ky vullnet i anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s u votua dhe kryetari Isa Mustafa me 99 vota për, një vot kundër dhe pa asnjë abstenim të anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm, prej sot është kandidat zyrtarisht i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër të vendit. Prandaj, zoti kryetar, besoj të kryeministër i arshëm i vendit, kam nderin që edhe tash të përcjell fjalën juve dhe t'ju uroj sukses juve, neve gjithëve LDK-s për një fitore të radhës. Unë dëshiroj t'ju përshëndes gjithëve, t'ju them se ne patëm sot një mbledhje shumë të rëndësishme të Lidhjes Demokratike. Është organi më i lartë i Lidhjes Demokratike pas konventit të përgjithshëm të LDK-s. Diskutuam çështjet që kanë bëjnë me zgjedhjet lokale, ofruam po ashtu orientime themelore për zgjedhjet e përgjithshme të cilat do të mohen këtë vit. Kërkuam që LDK të mobilizohet, që të punojmë gjithë bashkarisht, në të gjitha degët, të punojmë edhe me anëtarësinë, por edhe me qytetarët, mirë që atyre t'ju bëjmë ofertën tonë për qeverisjen e ardhshme. Unë dëshiroj që t'i falenderoj anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm dhe pjesëmarrësit e tjerë që ishin në këtë mbledhje për qasjen shumë konstruktive. T'i falenderoj gjithë ata që janë pajtuar, që kanë pa elemente shumë të mëdha pozitive në punën e drejtanishme tonë, por edhe ata që kanë dhënë vërejtje dhe sugjerime se çfarë duhet të ndryshojmë në mënyrë që puna e LDK-s të jetë punë e cila do të parapërqet nga më shumë qytetarë dhe që përmes kësaj pune të mbledhen më shumë vota dhe të
kemi besim më të madh qytetarëve të Republikës Kosovës për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Veç e kuptuam më herët se vota hungërisht në marrë të review, a do tjetë handicap ose për juve që të fitoni, ose a do të tentojnë dy kënde kandidaturën tuaj? Për mosh me rëndësi që da kom votën e antarësisë zgjerë të Lidhjes Demokratike, do t'ishte absurde që të presë që do të kenë votën e çdo njerit, sepse megjithatë kjo është demokraci dhe njerëzit mund të kenë mendimet e tyre dhe qasjet e tyre, por unë besoj shumë në votën e antarësisë zgjerë, besoj shumë në votën e qytetarëve të Kosovës dhe nuk shoh asfarë handikepi, shoh vetëm një përparësi mirë që të sqarohen konceptet dhe orientimet brenda lidhjes. A do kërkoni zgjedhje të parakohshme zoti Mustafa për të arritur sa më shpejt qëllimin që keni shpallur? Ne jemi për atë që zgjedhjet të jenë zgjedhje të rregullta dhe preferojmë që të kemi zgjedhje të rregullta, mirë po nuk do të dëshironim që të ngecë puna Kuvendit Republikës Kosovës për arsye të shumicës së brisht tani, sepse ne nuk kemi tani shumicë të qëndrueshme të koalicionit qeveritar në Kuvendin e Republikës Kosovës, dhe kjo pastaj e pamundson që ky kuvend punojë edhe më tutje. Unë kërkoj që të bëhemi gjithë koshient për këtë, edhe partitë që jemi në opozitë edhe ata që janë në pozitë, në mënyrë që tudemi do ta vlerësojmë situatën e cila është në kuvend, dhe për neve do të ishte shumë e dëshirueshme që në pjesën e parë të këtij viti të kemi zgjedhjet e përgjithshme, po këto zgjedhje të bëhen me pajtimin tonë të përgjithshëm dhe të jenë zgjedhje të rregullta, se sa të futemi në një proces të zgjedhjeve të jashtëzakonshme ose të parakohshme. Faleminderit shumë.